Përshëndetje. Në familjet tona ekziston një stereotip i përjetshëm. Nuset shpesh shihen si problematike, ndërsa vajzat e familjes trajtohen si të pafajshme, të bukura dhe të përshtatshme. Për shumë njerëz kjo duket e drejtë ose natyrale, por psikologjia dhe evolucioni tregojnë se arsyeja nuk është morale, është e ndërlikuar dhe në shumë raste edhe komike. E para, projekcioni i prindërve dhe pritshmëritë e padrejta. Psikologjia familjare tregon se prindrit kanë një aftësi të ndryshme për të projektuar pritshmëritë, ëndrat dhe ambiciet e tyre te fëmijët. Vajza, duke qenë pjesë e trashëgimisë së familjes, bëhet një tablo e gjallë e këtyre pritshmërive. Çdo gabim i saj konsiderohet i vogël, çdo sukses madhështor dhe çdo vijim minimal. Nusja nuk ka kaluar gjithë jetën duke u përshtatur me pritshmëritë e tyre. Ajo ka një histori, personalitet dhe një set tjetër vlerash që shpesh nuk përputhet me standardet e prindërve. Ky fenomen, i njohur si projekcion i pritshmërive, është arsyeja pse nuset shpesh perceptohen si të vështira ose të këqija. Ironikisht, nuk është sjellja e nuses problem, është mënyra se si ajo interpretohet. E dyta, biologjia dhe instiktet evolucionare. Nga pikpamja evolutive, prindërit kanë një instinkt natyror për të mbrojtur atë që konsiderojnë si të vetën. Vajza është pjesë e gjenetikës së tyre dhe çdo kërcënim për mirëqenien e saj perceptohet si rrezik i jashtëzakonshëm. Nusja është e huaj dhe instinkti natyror e bën të perceptohet si konkurrente ose faktor destabilizues. Ky nuk është moral, por është biologji. Truri ynë është krijuar për të mbrojtur resurset tona gjenetike dhe emocionale dhe ndonjëherë perceptimi i kërcënimit është më i fuqishëm se realiteti. E treta, efekti i kontrollit dhe autonomia. Vajza rritet nën kontrollin dhe udhëheqjen e familjes. Nusja nga ana tjetër vjen me autonominë e saj. Ajo vendos për rutinën e përditshme, për edukimin e fëmijëve dhe për mënyrën e organizimit të shtëpisë. Çdo vendim i saj perceptohet si sfidë ndaj autoritetit. Psikologjikisht, kjo krijon tension. Një individ i pavarur në një sistem të mbushur me pritshmëri të ngurta krijon gjithmonë konflikt dhe kur nuk ka asnjë arsye reale. Ironikisht, sa më shumë përpiqet nusja të bashkëpunojë, aq më shumë duket se është problematike. E katërta, bias perceptiv dhe efekt halo. Një mekanizëm tjetër psikologjik është efekti halo dhe bias perceptiv. Kur shohim vajzën tonë, çdo veprim i saj duket më pozitiv. Çdo gjë që bën nusja interpretohet negativisht dhe kur është e njëjta gjë, i njëjti veprim. Psikologët e quajnë këtë dallim perceptiv të padrejtë dhe është pjesë e natyrshme e trurit që favorizon atë që është me ne dhe gjykon më ashpër atë që vjen nga jashtë. Pra nuk ka asgjë të keqe te nusja, por prindrit nuk mund ta shohin këtë. 5. Krahasimet e pandërgjegjshme. Shumë prindër bëjnë krahasime, pse nusja nuk është si vajza jon? Ky është një gabim klasik perceptiv. Vajza ka kaluar dekada duke u përshtatur me pritshmëritë e familjes. Nusja vjen me një bagazh tjetër. Dhe ndonjëherë ajo arrin të bëjë gjëra që vajza nuk do arrinte me prindrit, por e shohin këtë sepse nuk është pjesë e sistemit të tyre. Ironikisht, ky fenomen krijon një cikël të vazhdueshëm gjykimi dhe tensioni familjar. E gjashta është kontradiktat e pritshmërive moderne. Prindrit shpesh presin që nusja të jetë e sjellshme, e kujdesshme, e dashur, por edhe me iniciativë dhe autonomi. Ironikisht, sa më shumë përpiqet nusja të përmbush këto pritshmëri të kundërta, aq më shumë duket problematike. Ky është një paradoks i natyrshëm psikologjik që shpesh krijon frustrim dhe konflikte të panevojshme. E shtata, stresimi i nusjes dhe presioni emocional. Psikologjia familjare tregon se nuset shpesh përjetojnë një presion të dyfisht, nga burri dhe nga familja e tij. Ato duhet të menaxhojnë pritshmëritë, të ruajnë harmoninë dhe të mos humbasin identitetin. Çdo gabim perceptohet si dështim dhe çdo sukses i vogël minimizohet.
Ky stres është një fenomen i njohur dhe mund të shpjegohet nga mbingarkesa e pritshmërive sociale dhe perceptuese. Pra, ironikisht, sa më shumë përpiqet nusja të kënaqë të gjithë, aq më shumë duket problematike. E teta, pritshmëria dhe roli i humorit. Një strategji psikologjike për të menaxhuar këtë është përdorimi i ironisë dhe humorit. Një buzëqeshje ose një dozë tallje ndihmon familjen të shohë absurditetin e krahasimeve të padrejta dhe të zvogëlojë tensionin. Vetëdia dhe paradokset, pritshmëritë e padrejta, ndihmojnë të krijojnë një ekuilibër më të shëndetshëm emocional. Rëndësia e respektit reciprok. Psikologjia e marrëdhënieve familjare sugjeron që respekti reciprok është çelësi. Nusja nuk është armike, vajza nuk është ëngjëll. Çdo individ ka cilësitë dhe kufizime. Kur prindit kuptojnë këtë dhe shohin çdo antar të familjes si individ të veçantë, tensioni zvogëlohet dhe marrëdhënia përmirësohet. Dhe e dhjeta do thosha si përfundim psikologjik. Pra, pse duket se nuset janë të këqija dhe vajzat janë të mira? Sepse perceptimi ynë është i ngarkuar me projeksione, instikte evolucionare, bias perceptiv dhe pritshmëri absurde. Vajza është e jona dhe çdo gabim është i falshëm. Nusja është e huaj dhe çdo detaj duket problematik. Ironia është se kjo ndodh pa asnjë lidhje me sjelljen reale të nusjes. Nëse prindrit mund të kuptojnë këtë dhe të përdorin një dozë ironie dhe vetëdije psikologjike, marrëdhënia me nusjen dhe vajzën mund të bëhen më të qeta dhe më argëtuese. Kjo është një ironi e madhe. Shumica nuk do ta bëj kurrë këtë dhe kështu cikli i talljes, krahasimeve dhe perceptimeve të padrejta vazhdon duke bërë familjen një komedi psikologjike me elemente të veçanta. Miq, këtu do të thosha në këtë video, unë ju falenderoj për vëmendjen. Nëse dëshironi mund të bëni komentet tuaja, por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe në kanalin tim për të marrë video tjetër her pas here. Ne deri në videon tjetër, mirë takofshi.